jemi përsëri me detajin e vjetër Vlash Lala, i cili na tregon jetën e tij në det. Ai do na tregoj një moment nga lundrimi me Anien Dajti. Si ishte ky lundrim? Çfarë ndodhi? Si? Ky lundrim ishte neve do shkojmë për në Brema Gjermanisë. Brema Gjermanisë. Po ky lundrim ka qenë mas 90-s, për arsye se Dajti u liru mas andaj që të brefte oqanet. Po, doma. Dhe kështu neve dolem në oqan. Vajtëm Bremën Gjermanisë. Po para se të shkojmë Brema, neve në Biskaj kemi pas një det jashtëzakonshëm. Dhe nga ky det i jashtëzakonshëm, as hajim, as pijim, i mbyllëm gjithë dritaret ato obllat, ato gjërat, rrijim brenda, nga deti shumë i fortë, po na fali Zoti, si thoshti, ajo mashina atje ku punojmë neve, ato mekanizmat, ajo makineria, shumë e sigurt, se të ajo ishte tamam si puna zemrës e njeriut, ishte edhe makineria e vaporit. Makineria na punoi për mrekulli, po dhe njerëzit ishin shumë të specializuar. Nuk e linjë që të kishim një defekt njëri të tjetrit, se e shikojmë në sy se ishte deti i pallogoritër. Kur ishte deti i pallogoritër, mas i linjim shërbimi, shkojmë rrijim gjithë në një dhomë. Bashkë rrijim kështu dhe ishim bërë dhe thoshim kështu. Neve atëherë kishim që jo Zoti kështu Zoti, ne u bëm gjithë me Zotin. E thoshim, o Zot, ku po del vapori nga kjo dallgë e madhe? Vapori zhytesh, ngrihesh, zhyt, e deri sa kemi kapur gjirin e dole nga Biskaja, u futëm në Angli, në La Manche.